Dhe kur u pyet profeti alayhis salam për kurbanin, çfarë është kjo festë? Pra lidhe me kurbanin, tha, ky është tradita e profetit e babait tuaj Ibrahimit alayhis salam. Tradita e profetit Ibrahim. Po si është zanafilla e kurbanit, vëllezër? Zanafilla e kurbanit lind me Ibrahimin alayhis salam, i cili ishte i moshuar dhe nuk ishte fëmijë. Po edhe pse ishte i moshuar dhe nuk ishte fëmijë, nuk e humbi shpresën nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe i boni dua dhe i boni lutje duke i thonë Rabbi hebli minas salihin. O Zot, ma jepi fëmijë të hajër. Fe besharnahu bi gulamin halim. Edhe Allahu subhanahu wa taala thotë që ne i dham një djalë të urtë, një djalë të mirë. Por çfarë ndodhi? U rrit djali, sa këto fëmijë që ne kemi këtu, ai shef në ëndër me therr kurban djalin e vet. Pra imagjinojeni i moshuar që zemra e tij ishte e lidhur fort me fëmin, me djalin e vogël, shef në ëndër me bo kurban me therr djalin. Çfarë bën Ibrahimi alayhis salam? E merr për dorë fëmin, edhe me shku atje ku ishte urdhëruar me e bo kurban. Po në rrugë, vëllezër dhe motra, i del shejtani. Çfarë jetu bo Ibrahim? Si do thersh djalin ton? Ktheu. Edhe ky merr gur dhe e gjun. Edhe sot ato që në haxh shkojnë në 3 vende gjujnë me gur, atje ku simbolika është atje ku ka dalë shejtani me gjujt me gur, me i thonë që nuk ndjekim ty edhe rrugën tënde. Dhe shkon Ibrahimi alayhis salam deri tek vendi ku e kishte urdhëruar Zoti me bë kurban djalin, por i thot djalit, kam pa një ëndër, thot o djali, kam pa në ëndër me të bë kurban, çfarë si t'ja bëj? I thot djali, Kale ja ebeti fal ma tu'ma, se te gjiduni insha Allah min e sabirin. Por baba im, imagjinoj çfarë edukate kishte ky fëmijë, që ishte mësuar nga baba i tij, nga profeti i madh Ibrahim. Tha, bëj atë që je urdhëru, unë inshallah do të jem prej durimtarëve. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, u bë gati me therr dhe e buri djalin për tokë. Wa nadaynahu ya Ibrahim qad saddaqta ruya. Aty i thiri Ibrahimi dhe i tha, o Ibrahim, e përmbushe ëndrën. Nuk donte Allahu që ai ta therte, por e sprovoi me pa imanin, besimin, që është dhe jeta jonë. Dhe e përgëzoi Allahu me një dash, o fedejnahu bi dhibhin adhim. Dhe i solli një dash për xhenetit. Një dash për xhenetit, dhe ky duhet bëj kurban. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa tarakna alayhi fil akhirin, dhe lam ato Ibrahimin kujtim për brezat e mëvoshëm. Andaj vëllezër besimtar, ne kujtojmë pra në këtë ditë edhe historinë pra e profetit Ibrahim me djalin e tij,